Dilema e katërt, jam ende i ri, dua ta shfrytëzoj rinin time e pastaj kur plakëm kam kohë me u falë. Ta analizojmë pak këtë justifikim. Padyshim se kjo dilemë është e përhapur tek shumë muslimanë, që thojnë se kur plakëm kam me anis me u falë, ta shfrytëzoj rinin. Mira ma, përgjigja ndaj kësaj dilemës është në këtë formë. E para, a ky qenë ka falëndërim i vërtet ndaj Allahut Azza wa Jall për ato të mira që t'i ka dhënë, për atë rini që t'a ka dhënë Allah subhanahu wa taala, për jetën që t'a ka dhuru, me shëndetin që të ka begatu. Allahu t'a ka dhënë rinin e ti po don me shfrytëzu me gjunahe, me mëkate, duke e lënë namazin, duke e lënë veprën më madhore në fenë Allahut Azza wa Jall pas besimit në Allah, duke e anashkalu, duke e neglizhu urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, që në fakt kthehet në dobinë tënde. A është kjo mënyra e duhur për të tregu mirënjohje për begatitë e Allahut subhanahu wa taala? Absolut jo. Pastaj, kush po të garanton ty se ti ke me u plak? Mos e kene nënshkru ndonjë marrëveshje me Allahun subhanahu wa taala për afatin e jetës, apo mos e ke ndonjë njoftim zyrtar të melekul mautit kur ai ka me ardhë dhe me ta marrë shpirtin. Sa prej njerëzve e kanë lënë me këtë arsyetim, kanë thonë kur të plakëm, pastaj i ka zonë vdekja më herët. Por se pezojmë edhe nëse plakësh, kush po të garanton ty se ti ke me pas suksesin prej Allahut Azza wa Jall që të pendohesh, që të kthesh në namaz, nëse tanë jetën e ke kalu me mëkate, me gjunahe, me veprat këqija, a nuk e din ti se mëkatet sjellin mëkate tjera? Mëkatet të tërheqin në mëkate më të mëdha, dhe kështu pastaj zemra jote nuk e pranon me u kthye tek veprat e mira, pasi që është mësu dhe është rryt, është nzi me veprat këqija. Dhe mëkatet të kanë rryt, të kanë fut më thellë në mëkate tjera, edhe të kanë vendosur një pengesë mes teje dhe pendimit apo kthimit tek namazi, tek vepra më e dashura Allahut Azza wa Jall. E mos harrojmë se për rinin, subhanallahu, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se në ditën e gjykimit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk do të lëvizin këmbët e robit në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit, derisa të pyetet për 4 gjëra. E para, për jetën e tij, qysh e ka kalu, pastaj për rinin e tij. Rinin po don me shfrytëzu në harame, po don me shfrytëzu në mëkate, duke i lënë namazin, duke e bën një vepër për mëkateve më të mëdha, ndërsa këto nuk lëvizin këmbët derisa nuk pyetet për jetën e tij që ka kalu, pastaj e dyta, rinin e tij qysh e ka kalu, çu ka shpenzu. Edhe pastaj pasurinë e tij qysh e ka fitu dhe qysh e ka harxhu, çu ka shpenzu, edhe me dijen e tij se çka ka vepruar. Ndërsa me një tjetër hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshillu që të shfrytëzojmë 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Prej tyre që ka përmend, e para ka përmend dhe rinin shfrytëzoje para se të vjen pleqëria, shëndetin para sëmundjes, pasurinë tënde para varfërisë tënde, kohën e lirë tënde para se të angazhohesh dhe jetën tënde para vdekjes tënde. Pra, këshill udhëzim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam decide që na ta shfrytëzojmë rinin. Ta shfrytëzojmë me çka? Me vepra të mira ta shfrytëzojmë rinin. Kur kemi mundësi me bëj vepra të mira, kur kemi mundësi me u bind Allahut Azza wa Jall, kur kemi mundësi me u përgjigj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, kur kemi mundësi me u largu mëkateve. Edhe pjesa tjetër, mos harrojmë ditën e gjykimit nuk lëvizin këmbët derisa nuk merresh në llogari për këto 4 gjëra që i përmendëm. Prej tyre ishte edhe rinin tënde qysh e ke harxhu. Po ashtu, si rikujtim edhe njerë që përmenda, kush po të garanton ty edhe njëherë se ti ke me arrit pleqërinë. Nuk ke asnjë garanci, nuk ke marrëveshje me Allahun Azza wa Jall, nuk ke marrëveshje me melekul mautin. Vdekja mund të vjen papritmas. Edhe nëse arrin pleqërinë, nëse futesh në mëkate, atëherë kush po të garanton ty se ke mundësi pastaj me pas suksesin me u kthy tek namazi, me u kthy tek Allah subhanahu wa taala, pasi që të tërhiqesh në mëkate më shumë nga mëkatet, sepse mëkati çon në mëkate. Kështu që edhe ky justifikim është i pa bazë, është jo real, është i pa vlerë, është i pa arsyeshëm. Edhe nuk i bën dëm veç se vetvetes tënde. Nuk është justifikim, por se është mashtrim i shejtanit me të cilin i ka mashtru shumë musliman. Allahu na rujt. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح